indikon që kuvendi drejtohet me SMS që vin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe jo me rregulloren me cilën është bazuar funksionimi i tij. Pse po e them këtë? Unë nuk kam fyer askënd ndaj atë vërejtjen tërhiqe, zoti kryetar. Pse? Unë kam përmendur një term, ignorant. Termi ignorant në fjalorin shqip zbërthehet një njeri i cili nuk ka dieni për një çështje të caktuar. Është ignorant në atë fushë. Zotria është ignorant në fushën e ligjit dhe vazhdoj t'ja them që është ignorant në fushën e ligjit. Ky nuk është fyerje. Por ju, zotri, atë që e thash unë aty, pa mikrofon, e dëgjuat, nuk e dëgjuat ju, e dëgjuat SMS-ja që erdhi, dhe nuk dëgjuat që ai ju drejtua zagar deputetëve të opozitës. Dhe kjo ishte live në sy të gjithë shqiptarëve. Unë e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj sepse që ditën që në këtë kuvend është përmendur gjaku i Ravik Gurrës, ai nuk ka qetësi. Dhe kjo nuk është faji jonë. Po pse? Sepse është përmendur në sallën e gjyqit. Në sallën e gjyqit është përmendur edhe në përpërgjime që Ravik Gurra dhe gjaku i tij s'do ta lënë kurrë të qetë. Unë jam deputet i opozitës, detyra ime është të mbroj interesin publik, pavarësisht se disa gjyqtarë apo prokurorë të cilët i promovuan se mbyllën çështjen e Ravik Gurrës, por ne kemi detyrë që shqiptarëve dhe interesi publik t'ju rrim këtu për t'i mbrojtur, sepse gjaku i një njeriu avokatit të pafajshëm, të vrarë le pa gjumë dikën këtu të ju, ta përfundoj fjalin. Kjo nuk është çështje e të tjerëve, është çështje e juaja. Kjo është edhe çështje e ligjit. Por ligjin e keni shtrembruar se jeni maliqi, jo gjithmonë do mund ta shtrembroni, ama unë këtu do të rri gardian i interesit publik për zbardhjen e vrasjes së Ravik Gurrës dhe atyre që kanë urdhëruar dhe që janë pas saj. Dhe çdo qytetari tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Tani vetëm sa për sqarim edhe nga ana ime të procedurës. E para, unë nuk vendos as për të hequr, as për të futur në ditës vetë, nuk e kam këtë të drejtë, nuk e kam të tagër, as me ligj, as me kushtetut, as me rregullore. Shpreh seanca. Kam në seancë të paraqitur një raport nga Komisioni i Çështjeve Ligjore, i cili ka përmbyllur një proces dhe ka konkluduar, dhe ka konkluduar në 6 emra, të cilët sipas raportit i gjen në legjitimitet për të votuar pasi plotësojnë të gjitha kriteret. Ky është raporti i Komisionit të Çështjeve Ligjore, të cilin jam i detyruar t'ua njoftoj dhe ta vendosni ju. Pastaj se kush votohet, si votohet dhe të tjera. Ndërkohë kam edhe një kërkesë, nuk e bëjmë dot bashkëbisedim, ju lutem. Edhe mua më vjen shpesh për t'ju përgjigjur kur thoni ndonjë gjë që më duket jo korrekte, por e kafshoj gjuhën dhe pres të më vi radha. Edhe unë vetë pres të më vi radha, megjithëse kam mikrofonit e dora. Një minutë, do ta sqaroj atë. Do ta sqaroj. Po nuk po të qahem, zoti Boçi, mos ki merak. Natyrisht po pres radhën se nuk kemi një lloj. Unë e pres, nuk e shfrytëzoj mikrofonin, ja u kam premtuar që në seancën e parë. Dhe tani meqense e morët fjalën edhe procedurë, edhe për replik kush e kërkoi, po të kesh pafund patjetër. Po bëj unë sqarimin tim, në të drejtën time, që nuk ma jep ti, ma jep rregulloria. Okej, nuk ma jepni ju, më fal, ndjes. Kam dhe një kërkesë pra nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, të paraqitur në datën 5, ku thuhet për shkak të tërheqjes së firmave të mos futet në rendin e ditës, pra të hiqet sot nga rendi i ditës kjo pikë. Unë nuk shprehem dot vetë, shprehet seanca. Jam i detyruar ta hedh në votim në seancë kërkesën tuaj të parën. Dhe më pas do dëgjojmë edhe argumentin kundër, po dhe argumentin pro. Nuk e di kush do flas nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, por do të paraqiten argumentat e mbështetjes së raportit të komisionit për ta kaluar në seancë. Nuk e vendos dot unë dhe po të dua, dhe po të mendoj si ju, unë nuk e kam të drejtën
të heq nga rendititës. Tani, pa dyshim që ndaj dhe unë përgjegjësinë time me ju për të garantuar një proces sa më konsensual të mundshëm, mundësisht 100% konsensual për zgjedhjen e avokatit të popullit. Një çështje e dështuar për 3 vite për mungesën e aftësisë tonë përbashkët, duhet ta themi. Pra sot më në fund ne duhet të zgjedhim një avokat populli, nuk e kam fjalën sot, e kam fjalën ta përmbyllim të proces, të filluar. Procesi filloi nga komisioni, i shoqëruar me një kalendar, me afate të përcaktuara. Pati i kam ndjekur gjitha deklarimet, nëse doni i kam këtu, të gjitha deklarimet e të gjithë drejtuesve politik, të gjitha krave për këtë proces. Në këtë proces, majoranca 2-3 herë ka bërë të njohur qëndrimin e vetë politik, të cilën e bëri dhe fakt, që për të garantuar traditën parlamentare, jo vetëm konform kushtetutës dhe rregullores, po dhe si konform traditës, që avokati i popullit zgjidhet ndërmjet propozimeve të opozitës, nuk po propozon, nuk po mbështet me firma asnjë kandidat. Dhe unë këtë kam në tavolinë sot. Nuk kam asnjë kandidat që ka qoftë edhe një firmë nga Partia Socialiste. Por sidoqoftë, më fal, por sidoqoftë, edhe nëse do të ishte ndryshe, në cilësinë e kryetarit të kuvendit, do isha i detyruar ta kaloja në seancë. Padyshim, tradita parlamentare, dëshira për konsensus është shumë e madhe, mbase nga gjithë ne, por nuk mund të pengoj dot një proces. Ju akoma nuk keni dëgjuar argumentet e kryetarit komisionit ligjeve, se pse i ka marrë apo si ka marrë parasysh tërheqjet. Mund të ketë argumente vet me të cilët unë jam njohur. Kanë qenë për shembull jashtë afatit. Por unë nuk po bëj këtë avokati. Ju lutem të dëgjojnë fjalën pro dhe fjalën kundër. Nuk më takon mua të bëj avokatin. Unë po sqaroj pozicionin e kryetarit të kuvendit. Këto 2 kërkesa do të idhen në votim. Do ta fillojmë nga kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nëse seanca vendos të marrë parasysh pretendimet tuaja dhe ta heq nga rendi i ditës këtë pikë, patjetër do ta hedhim në votim, do ta respektojmë. Nëse seanca vendos ndryshe, do të ecim me pikën 18, mos gabohem, të rendit ditës për zgjedhjen e avokatit të popullit. Tani, e shikoj që keni kërkuar fjalën procedurë. Unë nuk ja dash zotit Kliçi edhe zotit Balla në kot fjalën, ja dash për të mbajtur një qëndrimin e grupit, dhe me sa kuptova, zoti Kliçi tha do bëjmë replikat tona dhe do vijojmë. Do vijojmë dhe me procedurë. Do vijoni dhe me procedurë. Atëre, pra nuk folet në emër të grupit, folet... Po të pyes, nuk po interpretoj. Po pyes, do vazhdojnë gjithë kërkesat procedurë. Okej, dakord, për procedurë, zoti Luciano Boçi. Faleminderit kryetar, që herët unë kam shprehur një shqetësim që ju këtu po instaloni një hapësirë të çmendur. Dhe sot çmenduria juaj ka arrit kulmin dhe po e paraqisni si mençuri. Dhe po jo në këtë hapësirë, jo ti, jo më nuk të ofendova ty, mbau, është hapësira e çmendur. Dhe po ja përplasni publikut sikur është mençuria juaj. Ju përmendet fjalën konsensus, zoti kryetar. Dhe shumë veta këtu që kanë përvojë politike din shumë mirë ç'është konsensusi. Nuk është unë ta hodha dhe ti ma hodhe. Ti ma solle dhe unë sta solla. Është marrëveshje politike. Dhe në bazë kësaj marrëveshje, konsensus politik, avokatin e popullit e propozon opozita, e propozon Partia Demokratike. Kështu ka ndodhur dhe kështu është fjala konsensus. Pse shtrembroni? Por meqense ju kapeni pas atij propozimi nga deputetët e Partisë Demokratike. Ju ja paraqiti sakt zoti Bylykbashi, neni 72, ku gjithë deputetët kanë të drejtë të tërheqin firmat e tyre derisa nuk ka kaluar në seancë plenare. E doni precedentin? Po, para 2 ditësh në mbledhjen e Komisionit të Arsimit ishte depozituar në rendin e ditës, në dokumentat parlamentare, kërkesa e zonjës Kushi për ndryshime në ligjin mbi drejtat e autorit. Me drejtën e saj si deputete, zonja Kushi e ka tërhequr nga diskutimi
në komision sepse nuk ka ardhur në seancë dhe tërheqja është pranuar. Megjithëse e miratuar në rendin e ditës, është miratuar nga mua si kryetari i komisionit. Po pse më, ne kemi 2 palë deputet që kanë drejta sipas rregullores dhe janë në krahun këtu, dhe deputet që nuk kanë drejta sipas rregullores që janë në krahun këtu. Doni precedent ju? Ja, ky është precedenti, i qartë dhe i lexueshëm. Kështu që mos bëni lojra, mos u paraqitni sikur këtu na e hodhët pas këtë dal ju të mençur. Jo, qartazi ju po shqyrtoni një proces me kandidat që nuk kanë firma, sepse deputetët e Partisë Demokratike ta kanë depozituar dhe është jo vetëm e drejta jote, është detyra jote të interpretosh rregulloren. Se sa herë do të dalësh nga situata të vështira, thua jam unë që interpretoj rregulloren. Interpretoje pra, janë tërhequr firmat e zeza mbi të bardhë dhe mos bëni lora fjalësh shkot. Faleminderit. Me që më drejtove personalisht se s'kam ndërmend të bëj debat, por të gjitha citimet tuaja ishin falso. Asnjëra nuk qëndronte. E para, unë nuk thash që ky është një proces konsensual, se do ishte dritë shkurtësi, tash se cili prej nesh do të dëshironte të kishim një proces konsensual. Dhe se kuptoj qa ka këtu për të mos kuptuar. Nese, e drejta juaj. Është e drejta juaj. Nuk thash që kemi arritur konsensus, se kjo si lejohet edhe një deputetit e ri o mua. Thash që deklaratat e grupit e majorancës për mos avancim, mos paraqitje të firmave mbështetëse për ndonjë kandidat ishte një shenjë pozitive për të shkuar drejt një avokati i popullit që propozohet nga opozita sipas tradisë parlamentare. Se çfarë ndodhi ndërmjet nuk më takon mua ta çmoj, do ta çmoj seanca. Kërkesën tuaj do ta votoj seanca. Edhe pikën 18 të ditës për zgjedhjen e avokatit të popullit për çdo kandidaturë që ka ardhur në seancë nga Komisioni i Çështjeve Ligjore do ta çmoj seanca, jo